Janë identifikuar dikund rreth 13.000 vend parkime në qytetin e Tetovës. Me këtë ne besojmë që përfundimisht zgjidhet nevoja për vend parkime. Në hyrjet të Tetovës, në paku në 3 hyrjet të Tetovës të ketë zgjidhje të parkimit të përkohshëm të gjithë atyre që vinë nga komunat përreth dhe prej aty të shfrytëzojnë transportin publik dhe të lëvizin brenda qytetit. Tetovë, më shumë se sa nevoja për vend parkim, ka të bëjë me mendësinë tonë që të parkojmë aty ku nuk duhet të parkojmë. Prandaj, me kërkesën tonën, Komuna e Tetovës është në 3 komunat ku do të nisë implementimi i projektit Qyteti i Sigurt, do të merren masa konform ligjit të ri, që nuk do ketë nevojë polici të pres shoferin e automjetit dhe t'i bëj dënimin apo globën që do t'ja parashtroj dhe njëjti ta nënshkruaj, nuk e nënshkruaj procedurat cilat kanë qenë të komplikuara. Pra, me sistemin e ri të Safe City, do të ketë vetura të policisë të cilat do të kenë kamera të instaluara dhe gjithë ata të cilat do të jenë të parkuar aty ku nuk është e lejuar, do të jenë të dënuar tek tregu i Gjelbërt dhe tek stacioni autobusëve Polet, ku kemi vend parkime të cilat gati se rregullisht janë gjysmë të shprazura dhe aty paraqitet pika më kritike. Tek kompleksi siç e njohim ne, në podrum të kompleksit gati rregullisht gjysma e parkingut është e shprazur dhe aty paraqitet vendi më kritik. Përmes planit mobilitetit, përmes projektit Safe City dhe përmes shumë masave tjera të cilat jemi duke i marrë, garantojmë që brenda vitit 2026 kjo çështje do të jetë e zgjedhur. Sa i përket parkingjeve në kate, ne sot ende nuk i shfrytëzojmë parkingjet e hapura. Pra parkingjet janë me rampë si dim ne dhe jo parkingjet në kate. Parkingjet në kate kushtojnë dhe çdo investitor, qoftë publik apo privat, nëse i ndërton ai do të ketë llogari dhe për t'i kthyer ato para dhe atë investim. Nuk do ketë llogari askush të ndërtoj parkingje në kate, as komuna dhe as privati. Prandaj, nga momenti i implementimit të Safe City dhe implementimit të gjetjeve nga plani mobilitetit, ne do e kemi zgjidhjen dhe brenda 2026 do vazhdojmë me implementimin e saj. Faleminderit.